Tung. Sot në emisionin Çka ka me hongër do të bëjmë levrek, që ato gjysën që kena lënë para 2-3 dite, po do ta bëjmë në furrë. Që kjo qaj levreku që kena lënë gjys, atjetër ne kena hongën gjallë. Dikush po bërtet, dikush po bërtet, s'kam që me i bu. Dikush hanë, dikush s'hanë, po pjektet e hanë, po më doket gjithë kush. Pe bojmë filet. Pra kështë të lëshojmë furën, 220 gradë. E kem një tepsi, e kem gjalbën me ly tepsin, e kem senfin apo mustard, e kem senfin, edhe kem pak limon, edhe pak dill. Paraprakisht na e pastojmë që të peshk edhe ja hekum kryt, a kryt e rujmë për me maru në i supë. Që është. Ta shkojmë na. Që është. Qysha këna bo asaj. Ta ditë që është ja bojmë dhe këti. Që është. Që kjo që e, me që të dyja i rujna për supë. E pastojmë pak që është për këtyne halave, lkurave. Që është. To asë një nuk gjuhët. To do më thonë, këtë përdojnë për supa. Shkoj që e fileti që një vena dot, e ta shtja hekëm qëto. Edhe qëto. Ka një ashtë, dëna mi alon që ato më ditë që këna bo. Këtë halat është na ja largun gati. Gati pa gati. Qështu? To e runa për supë. Del një supë e merakut. Që kjo është që ja që neve në dohet. Ja jekum pak edhe. Qështu. Brava. Që kjo që neve që na duhet. E tash. Një pak durët. Gjysë luke majonez. 1/4 të senf. Gjysë, jo po 1/4 të limon pa fara. Pak dill, jo shumë, edhe me përzi. Pak kryp, biberin më së harojmë.
gjallë për me ly tepsin. Ja, duhet me njerë me shti në formë mund zhe pak që për me ly tepsin me gjallë. E tash desa nxehet pak tepsia, veç pak na e bojmë një marinim. Edhe kjo është marinim e ly me çato përbërsa që i kena përmen, që shto. Pak e lëmë qëtu, e nxjerrim tepsin. Ta mund nxjerr veç pak, jo shumë. Edhe lymë. Që është. Kjo lyhet qështu për marak. Edhe peshkun e lymë edhe një herë. Qështu. Për 10-15 minuta mos e lëni ma shumë. Së është file, nuk është peshki i plot. Kështu që deri sa të bëhet ajo, na ja bojmë një garnir peshkut. Prej qkafit ja bojmë prej purrinit apo prej preshit. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam për gatim. Ktheja shtojmë mishin dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Dojnë tash to për gjysh në varë, dikush ka qef që është qashtu që është, dikush ka qef që është, sa ma e me gri. Edhe pak. Me pas kujdes që kështu se din me konë edhe palat, din me konë edhe i krym, din me konë gjithë qysh. Që qështu. Ja marrën pak edhe peqi saj, se këta përrini hup kur të përgohet. Qështu. Jo hup në atë kontekst, po në mas zvoglohet. Kjo është në dot. Qështu, mirë është. Edhe në temperaturë, avash. Jo në temperaturë madhe, qështu. Ta është ti përrini na mujna mishtu, qka të dojmë? A dojmë mishtu këpurda, a dojmë mishtu domate, a domatino, a speca. Mirë po, kësaj rrë dhe pilojmë vetëm me purri. Bujonin mos të harrojmë. Më thonë bujoni i perimeve. Bujoni, dhe më thonë langu i perimeve. Bujon është lang. Që mos mu hamend. Limonin të lojmë gati qëtu. Krypa për një person 3 gishta kryp, heq ma shumë. Biber. Si kum qitë as hudër, as kep, pos vetëm purri, vetëm presh.
që me pas shijen e saj. Nuk bën me e tha peshkun shumë. Duhet me alon lanë gjetë. Gabimi në ushqim është, sidomos te peshku, pjeke shumë, përzhite shumë, thaja krejt. Krejt vetit e peshku tjere. Po kjo atë edhe gjallë. Me standarde, peshku nuk përgohet, nuk pjeket në ekstrem. Duhet me qenë i langshëm, duhet me qenë kompakt, duhet me qenë janë shpreja ajo ndjesia e peshku që me vërtet ti veç po e shijon. Mos me rreshke me bo dru po. So peshk. Edhe që kjo bo. Shto tek shukum që të farfure, që shto. Edhe që kjo që e që neve na duhet. Shumë bukur. Që kjo që neve na konvenon edhe na duhet, që të netën për tere. Mos harrojmë, netën për tere e bojmë bukën e malësis. E lëshojmë qëto edhe njëre. E bojmë bukën e malësis, që to e largojmë për qëtujt, se s'na duhet mo. Sa ma halë që të mujmë. Qështu, e marim dhe sëvës domateve dhe jashtojmë tash. Deres mujmë jashtu. Që me janë ndryshu pak edhe koloritin edhe të më të ngjyrën. Qështu, e përzim pak. Edhe bukan to. Qështu. Bukur, ha? Edhe kjo është gati. E nalëm. Zditë se e gjujta që to se më duhet. Që është? Që kjo që e kena bo për sot qka ka me hangër, e mirë, e shishme, e lezetshme, na bof mirë. Juve mas pari, mos u lëdhme.